Personat me aftësi të kufizuar kanë protestuar para kryeministrisë për të drejtat e tyre, që siç deklaruan ata u janë mohuar nga qeveria. Kreu i shoqatës Bajram Tirana kërkoi indeksimin e paketës higjienike nga 160 lekë që është aktualisht në 300 lekë. Sipas tij, paketa aktuale nuk mbulon dot as shërbimet më minimale. Paketa higjienike është 160.000 lekë të vjetra. Pra, është bë marrëveshja që të indeksojë. Por ne kemi kërkuar një çmim 300.000 lekë, 30.000 lekë, sepse kosta e paketës higjienike ka 50 euro në ditë për një paraplegjik. Pra, është një paketë specifike që unë i kam kërkuar dhe specialist mirëfill që të bëjnë një marrëveshje që edhe qeveria ta ketë më të lehtë për të dhënë këtë paketë. Por ata nuk pranojnë as specialistin e mirëfill, as njerëzit që janë kompetent, por mjaftohen për një realizim thjesht ajtë se ju bëm diçka dhe këta nuk do një gjonë. Shoqata e personave me aftësi të kufizuar i ka lënë afat 10 ditor qeverisë për të marrë në konsiderat kërkesat e tyre, në të kundërt do të rinisin protestat.